Mirëmëngjesit të gjithë juve aty në studio. Po ne jemi në parkun e qytetit këtu në Prishtinë. Sot shënon dita ndërkombëtare e kafshëve e botës së egër. Një thirrje për mbrojtjen e kafshëve të egra, gjithashtu për rreziqet që ata po i kalojnë për momentin, por për të diskutuar për këtë temë gjëra gjatë, këtu pranë meje është drejtoresha e organizatës Ekopana, zonja Krenare Salio. Mirëmëngjesi, zonja Krenare. Mirëmëngjesi edhe për juve dhe për të gjithë ata që po na ndëgjojnë dhe po na shikojnë. Me që sot është dita ndërkombëtare e botës së egër, çfarë përfaqëson për ju dita ndërkombëtare e botës së egër dhe sa është e rëndësishme për Kosovën? Në fakt po, organizata jonë është organizatë mjedisore, e cila punon që mbi 10 vite në Kosovë dhe vetë fakti që është mjedis i bën që përfshihet edhe bota e egër dhe është shumë e rëndësishme, sepse është një cikël i biodiversitetit pa të cilët dhe pa ata të cilët na asnjë kishim mujt me jetu. Cilat janë ato speciet e kafshëve të egra, të cilat janë më të rrezikuara në vendin tonë? Po, në Kosovë, në fakt edhe në projektin që e kemi pas vitin e kaluar, kemi pas projektin për të mbrojt edhe për të kujdesur për 3 kafshë kryesore të cilat i kemi në mbrojtje, por njëra prej tyre sidomos është edhe në rrezik të zhdukjes, e kemi ujkun, ariun edhe rëçebullin. Për të 3 këto kafshë ne e kemi themeluar për herë të parë në Kosovë ekipin intervenues, pasi që ka qenë shumë e rëndësishme me pas një ekip të mirëfillt, i cili është trajnuar edhe është pajisur me pajisje adekuate, të cilët duhet të punojnë dhe janë duke punuar në terren sa i përket konfliktit në mes të kafshëve dhe njerëzve. Kur po them konflikt, nuk po them që është e rrezikuar njeriu prej tyre ose ata prej njeriut, po për mos me pas konflikt, sepse nganjëherë kemi raste kur kemi frikë prej tyne ose ne ngjitemi në ndalësime detare ku ata jetojnë edhe ne frikohemi, po mandej muj me marr masa mbrojtëse të cilat nuk janë të mira për ta. Kështu që për atë arsye tash e kemi ekipin intervenues pikërisht për këto 3 kafshë. Ujku dhe ariu për momentin janë të mbrojtura, e kemi me librin e Kuq të Faunës të mbrojtura në Republikën e Kosovës, kurse rëçebullin përveç që e kemi të mbrojtur, për fat të keq në kamerat e fundit të cilët i kemi identifikuar bashkërisht me kolegët e tjerë, na ka dalë që e kemi vetëm edhe një rëçebull në Kosovë, i cili është pak në moshë më të shtyrë, edhe për të cilin duhet me u kujdes sa më shumë që më ja kriju kushtet që mos më na u zhduk si lloj, sepse është rëçebulli ballkanik, është shumë e rëndësishëm në Kosovë, që mos me pas probleme në të ardhmen ose me u zhduk si lloj të cilin e kemi shumë e rëndësishëm për Kosovën. Kur jemi tek zhdukja, siç e përmendë edhe ti, sa është i ndërgjegjshëm qytetari dhe duhet të jetë faktikisht për ruajtjen e botës së egër? Në fakt nuk kemi shumë ndërgjegjësim të qytetarëve për ruajtjen e botës së egër, ndoshta pak prej asaj frigës kur i shohin që e kanë një vetë mbrojtje dhe mandej marrin masa të cilat tash edhe më herët nuk janë edhe të lejuara me ligj. Po në anën tjetër ndoshta pak ajo vedia e qytetarëve që nuk na duhet ose hajt se ka edhe të tjerë në natyrë, të cilat për fat të keq po i hasim edhe po i shohim. Ne kemi pas rastin para disa viteve kur kanë dalë disa fotografi prej disa banorëve në pjesën e Sharrit, të bjeshkëve në pjesën e parkut kombëtar Sharri, të cilët edhe kanë vrarë një rëçebull, por nuk më vonë në bisedë me ta e kemi kuptuar që nuk e ka ditë rëndësinë ose nuk e ka kuptuar që kemi kaq shumë pak të cilat duhet mi mbrojtë. Domethënë ne për atë arsye punojmë shumë edhe për ndërgjegjësim qytetarëve sa i përket botës së egër dhe jo vetëm përgjithësi natyrës, mjedisit, ujit, tokës, ajrit, të gjitha ato të cilat na pato nuk mujmë me jetu. Edhe në fakt këtë botë ndajmë së bashku. Ne duhet të kujdesemi për ato, por edhe ata duhet të kenë kujdes, po mendoj ne të kujdesemi për ato që ata të mos të kenë konflikt me neve, edhe të jetojmë në harmoni me natyrën krejt së bashku, pasi që shumë shpesh kemi raste që hasim në aktivitete ilegale të cilat mund t'i vrasin, mund t'i lëndojnë, edhe të cilat nuk janë mirë në të ardhmen për ciklin e biodiversitetit, të cilën vetë zinxhirin ekologjik edhe zinxhirin ushqimor që na jetojmë prej tyne. A ka raste kur organizata Ekopana e ka mbrojtur ndonjë kafshë të egër ku keni hasur në atë rast kështu? Po, ne kemi pas rastin e parë të ekipit intervenues kur e kemi themelu për këtë qëllim, domethënë kemi qenë bashkërisht me të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, edhe sidomos shtetet e Evropës, në secilin shtet veç funksionon me vite të tona ekipi intervenues. Ekipin intervenues se kisha mujt me thjeshtun e quaj sikur ambulant ose urgjencën ku ta thrasim për shembull në ÇKUK me ardhmën e ndihmuneve, unë e thras ata si urgjencë pasi që të gjithë qytetarët të cilët dëshirojnë ose të cilët kanë ndonjë rast kur e shohin që kanë nevojë për një ekip profesionale, e thrasin ekipin intervenues. Në rastin e parë kur e kemi pas, kur kanë kontaktuar edhe kolegët e ekipit intervenues, të cilën e kemi themeluar në mënyrën më të mirë të mundshme, mendojmë, pasi që janë të thirrur edhe janë pjesë të gjithë palët e interesit, të gjithë institucionet, të cilat disa prej kolegëve tyne mirën në terren. Domethënë dalin në terren edhe kanë shumë punë në terren. Tu e përfshi edhe shoqërinë civile, tu i përfshi edhe fotografët, tu i përfshi edhe të gjithë ata të cilët gjuetarët, të gjithë palët e interesit, të cilët janë domethënë edhe sektorin e pyjeve
kafshëve, edhe sektorin e veterinarisë, edhe të gjitha ata. Edhe kemi pas rastin kur një ari i vogël në sharrin në bjeshkët e Nemona ka rënë kurth, edhe na kemi dalë si ekip edhe e kemi liru, edhe ajo ka vazhdu punën e vet, në fakt edhe ajo frigu pak se në momentin që rënë kurth, domethënë sipas edhe ata janë shumë inteligjent si kafshë edhe e dinë që ndoshta mujnë mos me dalë prej saj, edhe na i kemi liru, edhe mandej ajo ka vazhdu jetën e vet, edhe na jemi këtu në qytetin tonë që e kemi vazhdu jetën tonë, po pa e prek asnjënin në atë pjesën pak ma të ndihshme, domethënë mos me vrasë diçka e tillë sepse na duhen, edhe janë cikël që na pa tasmuj me jetu. Por si ndryshon klima për kafshët, ndryshimi i klimës faktikisht të kafshët e egra në rajonin tonë? Po, në fakt ndryshimet klimatike janë të ndodhur çdo ditë. Ne kemi edhe statistikisht sipas organizatës botërore World Wide Fund, e cila është WWF, e kemi statistikisht që 1.5 gradë është rrit temperatura prej më herët, edhe po shihet çdo ditë që prej 1.5 mundet me kalu në 2 gradë tutje. Ju e keni vrejt që nuk kemi më për shembull vjesht të mirëfillt apo dimër të mirëfillt, por e kemi shumë shpesh temperaturën si vjet në Prishtinë nuk e dia pat bora apo nuk pat fare. Kështu që kemi ndryshime klimatike dhe ata ndikojnë jashtëzakonisht shumë te jeta e kafshëve. Pse? Sepse ata janë mësuar në atë kohën kur ka pas dimër të, për shembull, fjetja e riu gjatë dimrit, në këtë rast e kemi rastin që ai ndoshta në temperaturat e më të nxehta nuk mundet me u përshtat sepse ai e din që temperaturat e ulta flan edhe pushon edhe ka atë gjumin e dimrit. Edhe po ndikon jashtëzakonisht shumë. Për shembull, na kemi raste që më herët nuk kemi pas lëvizje të këtyre kafshëve të egra ose të botës së egër jashtë afër vendbanimeve, tash për fat të keq kemi raste. Domethënë na kemi raste edhe në pjesën e Sharrit, në Prizren, kur kemi pas raste kur e kanë pa banorët një ari edhe normal që janë friguar dhe kanë tentuar me ndërmarr masa, apo mandej bashkërisht me institucionet e kemi lokalizuar atë lloj problemi nëse kisha mujt me çujt, se normal për banorët mundet me qenë problem sepse frigohet. Ne kemi pas rastin edhe kur i kemi trajnuar ekipin si pas atyne statistikave ose karakteristikave që do të me usil natyrë, na thëshim momentin që fshef ariu një harron slajda që ke mësu sepse është ajo friga që njerëz mundet me u frigu dhe po, shumë shpesh po hasim në këto ndryshime ose në ndryshimet klimatike ose ndryshimet kohës të cilat na po i shohim edhe te kafshët. Domethënë ariu ma herët nuk ka zbrit as poshtë në Prizren të pjesa e banimit, tash edhe zbret pasi që edhe infrastruktura është bërë ma ndryshe, na kemi rrugë pujore tash që ja kanë leju qasje ndoshta me lëviz ma lehtë, mandej kemi vendbanimet në përnalësim bidetare të cilat e përdorin mbeturinat, të cilat ata e ndëgjojnë aromën e diçka të tillë, po edhe ajo që ka ndryshime klimatike dhe ata ka pak i bjen një lloj pengese pasi që janë mësuar ndoshta për ata ndoshta është më mirë edhe ftofti më i madh se sa temperatura shumë e nxehtë, por ata e kanë edhe këtë pjesën që në për hije edhe pushojnë edhe e gjejnë atë kohën e vet sepse nuk mund me qëndru shumë në temperatura shumë të alta, kështu që po shihet edhe te ata, po shihet edhe te na dhe po shihet që ndryshimet klimatike janë gjithkohon, po ne duhet me u përshtat me ndryshime klimatike, ne duhet me pas strategji për atë çështje, edhe mos me na pengu në jetën tonë pasi që po mduket çdo ditë më shumë kemi me i has. Edhe cilat zona në Kosovë konsiderohen më shumë më të pasura me biodiversitet? 2 parqet kombëtare, Parku Kombëtar Bjeshkët e Nemona dhe Parku Kombëtar Shari, në fakt për atë arsye edhe janë shpall, edhe arsyeshmëria pse janë shpall, zonat të mbrojtura në këtë rast parqe kombëtare që janë me kategorinë D të IUCN-it, të cilat janë kategori kogja të mbrojtura, janë pikërisht sepse janë të pasura me shumë biodiversitet. Ne kemi shumë lloje të kafshëve, jo vetëm kafshë të egra ose 3 lloje që i përmenda unë që ne si organizat punojmë, po kemi edhe shumë lloje tjera të cilat kemi shpend në çdo pjesë sipër ose janë të rralla që duhet me u mbrojt. Kemi shumë biodiversitet të cilët duhet patjetër me u mbrojt, edhe zonat e mbrojtura, në këtë rast 2 parqet kombëtare janë shumë të pasura me biodiversitet, por janë edhe zonat e tjera. Për shembull e kemi Blinajën, që e kemi veç rastin ku ka edhe kafshë të cilat kujdesen njerëzit për ta, është një kategori e veçantë e zonës së mbrojtur për gjueti, në fakt jo për gjueti, për kafshë e egra, por e cila nuk është e lejuar me gjuetia, mandej kemi edhe në të gjitha pjesët ku ne kemi pyje. Momentin që kemi pyjet në alta, ne kemi biodiversitet në atë pjesë, po ne e dim që 44% të territorit të Republikës së Kosovës është mbuluar me pyje, prandaj kemi shumë. Po kjo është shumë e rëndësishme, sepse nganjëherë edhe ku ta shoh nëpër statistika, për shembull Suedia, aq shumë e mbron edhe aq shumë ka ec përpara sa i përket mbrojtjes mjedisë edhe po biodiversiteti është 3 fish më pak se sa te na. Kështu që na duhet me ditë, duhet me pas një vedi edhe qytetarët edhe institucionet që këtë biodiversitet që na i ka fal Zoti që e kemi me mbrojt, sepse kemi shumë. Kemi jashtëzakonisht shumë lloje, të cilat hasim edhe në shumë vende të cilat ndoshta nuk janë të mbrojtura si territor, po ne duhet me mbrojt ku të hasemi edhe ku kemi kontakt me ta. Dhe çfarë duhet të bëjë një qytetar nëse e sheh një kafshë të egër të lënduar?
Në fakt për ata e kemi ekipin intervenues, ne kemi disa telefonata, numra telefonit të cilat i kemi shpërndarë, të cilat kemi vazhdu me i shpërndarë, sepse është projekti që sapo ka përfunduar, edhe kemi me i shpërndarë që secili qytetar që kemi tash për shembull rastin që raporto krimit mjedisore, të cilat i kemi një numër telefonit nëpër institucione që e kanë pa, që e kanë prezantuar dhe ka qenë shumë e mirë, më ka pëlqyer si ide. Ne mundemi me i thirr ekipin intervenues ose mundemi me i thirr ekipet e tjera që ata për momentin e shohin Policinë e Kosovës, ata të cilat për momentin e kanë opsionin me e pa dhe me u mundu, ose për shembull kemi raste në që atë zonë mundet me qenë një shoqat mjedisore, në shoqat gjuetarve, një shoqat e Agjencionit Pyr të Kosovës, do me thonë pjesa e regioneve, zyreve regionale, të cilat mundemi me u qasë dhe me kërku ndihmë prej tyne, po për atë arsye pikërisht për faktin që qytetarët nuk kanë pasur sa mundësi nuk kanë ditë ku me u qasë, kemi tash ekip intervenues që po besoj i kemi zgjedhur edhe prej secilit region nga një ose dy përfaqësues, që ata sa më shpejt me dalin në terren edhe me pa edhe me ndihmu në këtë rast kafshës së lënduar në çfarëdo forme që është, pasi që na duhen patjetër, na duhen për jetën tonë. Faleminderit shumë zonja Krenare për këtë bisedë, shpresoj që nuk do kemi probleme shumë. Faleminderit edhe juve që keni nda kohën, edhe unë gjithmonë them që jo vetëm këto data të rëndësishme, po gjithmonë duhet me pas fokusin te mjedisi, te kafshët e egra, te biodiversiteti, te ujëra, te lumejt, sepse që ajo është jeta jonë, kështu që faleminderit që keni nda këtë kohë dhe po shpresoj që sa më shumë kemi me pas këto sensibilizim qytetarëve për këto data dhe për këto gjëra me rëndësi të veçantë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Pra Agnesa me gjithë këto detaje me drejtoreshën e organizatës e Kopana, po e kaloj linjën tek ju në studio. Faleminderit.